Flitet për një bashkim degëve, Krujë dhe Fushkëruj. Unë e kam grejt këtë shqetësim, vazhdoj ta kem këtë shqetësim, por nuk e kam këtë shqetësim në bazë të vogël. Kjo e ka një shtrirje, ka një mendim nga mbrapa. Unë mendoj që ne si demokrat duhet të japim besim njerëzve tonë. Duhet të decentralizojmë pushtet. Duhet të krijojmë, si më thonë, qendra sa më të mëdha dhe sa më të shpeshta edhe në zonat tona, dhe këtu jemi, duhet ta ndajmë pushtetin, duhet ta ndajmë përgjegjësinë, duhet ta ndajmë besimin. Ndërsa ne e centralizojmë, dhe pyetja ime për shumë nga miqt, disa prej tyre janë panel, disa prej tyre janë sallë, është dhe kjo. Po mirë, me që kemi parti me kaq potencial të madh, nuk do. Duhet ta kisha pasur, unë e njoh jetën politike lokale. Ndërkohë që ne kemi problemet tona, për sa i përket elementeve njerëzore, burimeve njerëzore të kemi, nuk është se s'kemi, por nuk shoh gjithë të energji për të bërë gjithë të organizim të madh partisë. Mendoj që decentralizimi dhe shtimi i fuqisë dhe shpërndarja e përgjegjësive është shumë më e mirë se sa centralizimi i vet. Ne edhe si djathtë jemi për decentralizim dhe për besim. Kjo e dyta, dhe i shqetësim moral të tretin, që mendoj që ka lidhje edhe me filozofinë, edhe me frymën e partisë tonë, edhe të moralit tonë, që kur kam filluar të marr vesh unë nga politika, në këtë qark, në këtë zonë, dhe që kur jam bashku aktivisht, kur Partia Demokratike ra nga pushteti, unë, si një studenti sa po diplomum, kisha diplomuar në 2010-ën, në 2013-ën Shqipëria u gjet përballë sloganit të famshëm 1 milion shuplaka dhe 1 milion shkelma, të gjithë e majnë mend. Dhe mendova që një njeri i ndershëm që nuk beson, dhe unë vërtet nuk kam besu kur te Edi Rama, as kur bënte shfaqjet e veta ekzibicioniste me sopat, as sot që është ky vampiri miliarder që sapo e tham këtu gjerësisht gjithë ne. Nuk kam besu kur. Qa vere, dhe e vere nga shumë vite. Këtu s'ka nevoj as për emra, nuk ka këtu, unë mere me fenomenin. Ka një fenomen. Për çdo palë zgjedhje, që kur jam bo unë për të kuptu nga politika, këtu ka një mit. Cili është miti? Është një mit të cilin unë e kam urry, është një mit i cili tregon për një dobësi morale tonë, miti i MD Berisha e ka mbyll me Berishën, Berisha e ka mbyll këtë muhabet, unë jam këtu, ai është aty, ai është atje, etj. etj. Mendoj që kjo, që është një shpifsi morale, duhet marrë fund. Sepse kjo, dhe ne e dim shumë mirë se ku çon në një varg të gjatë gënjeshtrash dhe problemesh të cilat neve na kalbzojnë, nuk na bojnë as nder dhe as nuk na forcojnë. Unë e mbylla fjalën time, falenderoj shumë, falni ndoshta për i çik pasion. Këtë e kam kështu të natyrshme. Shumë faleminderit. Marrim edhe pyetjen e fundit edhe po, këtu. Te zotëria këtu. Për kështetit e doktor Berisha, mirë sa erdhën në Krujë, qyteti i Krujës bashkë më rathejna sysh sa kriju Partia Demokratike, ju një mik e qytetar të parë. Edhe hera parë, ma shumë vitësh se sa të shofim në sënë, vërtet. Me fitore jo kush i di se qa, po të paktën me fitore, kjo falë demokratëve, qytetarëve të Krujës, për zgjedhjes tepër të saktë kandidaturave. Ishin vërtet në lartësitë që e meriton ky vend. Ky qytet e këtë rreth. Ndërsa për çdo shqiptar që kërkon ndryshim, për çdo demokrat që kërkon të fitojë, si shëndrohet, si fitohet, si luftohet, shembull ne kemi përballë.
është doktor Berisha. Nuk kemi nevojë të shohim kërkun. Prandaj gjithë të cili, si e vërtet, e shef pa mundësinë e prindëve të vetë, se s'mon lëvizin, për hir të aty në fëmijëve si i kemi jashtë, me datën 20, atje të rrabë. Atje ku duhet të jemi. Ka s'kisha. Tani, ju falenderoj shumë për ndërhyrjet, me qenë se më ngeli një përgjigje nga parafolës, ju siguroj edhe një herë se ajo rrugë Krujë Tiranë, që po bëhet legjendë, do t'jetë rruga e parë që do përfundohet në mandatën e Partisë Demokratike. Si e pati? Emër një rutë? Besmir. Ke bërë një analizë shumë interesante. E vërteta është se degradimi sotëm i këtij shteti të garantoj që në disa aspekte është shumë më i thellë se i shtetit diktatorial që përmbysëm. Në ç'kuptim? Në ç'kuptim? Në atë shtet ne kishim sigurinë e shtetit, që përndiqte, bënte, me armatën e tij ju nxinte jetën. Kjo është e vërtetë. Ishte policia një levë e partisë, por në degradimin moral të sotëm, në raport me qytetari, është i pakufishëm. Hidhrohem kur ju them, po them të vërtetën, se sa që kanë vjedhë 3 drejtorët e Tiranës, nuk ka vjedhë gjithë bëreja politike e Enver Hoxha në 46 vite. Jo, nuk ka vjedhë. Diktatori, të manim se do t'i themi gjërat të vërteta, jo të, po, ishte mizor, gjaksor, vrasës, e tjerë e tjerë. Por vilen që ndërtoj, nuk e regjistroj në emër të vetit, as të fëmijëve të tij, e ndërtoj, e regjistroj pronë të shtetit. 3 drejtorët e Tiranës